Gardë studio me Vlan Shanaj. Shumë faleminderit jeni këtu. Kënaqësi të jem me juve. Kam ardhur edhe herë tjera, që kur ke filluar të ato historitë, sepse bën në mënyrën time, ju bëni një program konkret. Unë kam qenë për histori fotografishe, nuk e di, do në 2-3 vende kur keni lëvizur, por kjo gjë më ka pëlqyer që nuk e let atë të ftuarin të sikletosë, të livadhisi, të flasi konkretisht. Kjo është, të flasësh konkretisht është shumë afër profesionit tim, afër kinemas. Kinemaja është konkrete. Nuk do flasim për Mustafa Nanon, do flasim për Mevlan Shanaj. Ndërkohë regjia me shumë inteligjencë të nxjerrë dhe një foto. Jo, për mua, tani do të kthej kusurin në ty. Për mua, ti je një nga, dhe këtu nuk e asnjë meritë, je një nga njerëzit më sharmant të kinemas shqiptare. Nuk e asnjë meritë, sepse mënyra si jemi ne nuk është e varet nga ne. Jo, mund të ka meritën nëna jote. Jo, mund të kem meritën. Nëna ime, ajo absolutisht e ka meritën. Më mbante, kisha diferencë nga vëllezërit, babai më kishte lënë, më mbante afër kështu nga dora, mirë po më jepte këshilla shumë të vlefshme, cilat sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë u kthehem. Cila ishte këshilla? Baza ishte, mos ja kërko tjetër atë që sa do, ndershmërinë. Dhe kjo gjë ndoshta më ka shpëtuar që të mos, në rast faleminderit për atë që thatë charmant, që të mos e kontrolloj veten, po të them mendimet që janë bio, që përdorni shumë në sot, bio. Të mos sofistikohem, i them siç janë. Unë e pata fjallën me të gjitha, se do futem edhe te pjesa tjetër, e pata fjallën me të gjitha tek mënyra se si je fizikisht, sepse për një aktor kjo është rëndësishme, apo jo? E rëndësishme. E rëndësishme për aktorin është të mos përsërisi veten, të ushtrohet për të ndryshuar. Nuk ka shumë rëndësi si je kështu nga paraqitja këto. Kemi shembuj në botë edhe Marlon Brandon edhe Dustin Hoffman. Domethënë, rëndësi është të ndryshosh. Provove ti një herë bëre një stand-up comedy, të ndryshosh. Ndryshimi, ushtrimi për ndryshim. Përsëritja është vdekja në art. Ty s'ka ndodhur asnjëherë të përsëritësh veten? Jo, absolutisht. Tani, ta themu këtë që më thonë ndonjëherë që më vlan thjesht mendje madh, po s'ka gjë le ta thonë. Edhe unë me humor i thash, po ja mos e shikoj që ju që s'dini dhe dua t'u mësoj. Pa i humoron. Nuk jo, përsëritja është vdekje. Jo. Me Vlan Shanaj ka bërë kinema, po është marrë shumë edhe me televizion, edhe për mua është nga personazhet, le themi, më të rëndësishëm edhe të kinemas, po edhe të televizionit shqiptar. Gati jeta të shëndarë, gjysma ndje, gjysma këtej. Më shumë televizion. Më shumë televizion. I ka nga kinemaja, pata një fillim, unë isha student kur shkova në kinema. Akoma, pa mbarë diplomën tek i teti në bronzë. Po me ecin në kinema. Isha dhe me fatë. Pata rol të mirë, pata regjisor të mirë, pata partner shumë të mirë. Unë shkova me Ajkën. Me Ajkën e aktrimit. Pra, krijova një, si të thuash, rreth të mirë miqësorësh nga të cilët mësova goxha. Por vajja në televizion, pastaj regjisori bëhet primar, nuk është aktorët atje, është delipari, si duket ego e brendshme. Sa do përpiqem që të them që jam modest, ajo ego atje brenda. E spostova pak kineman. Ti kishe bërë një gjë të bukur, unë e mora vesh nga një komunikim që patëm me Plum Kullën në Facebook. Edhe unë nuk e dija, unë Plumin e kam mik, e takojmë shpesh. Unë nuk e dija që pas ke qenë ti me Vlan Shanaj që i ka hapur derën edhe... është vërtet. Është ashtu si thot Plumi, po sepse pati një vit, pati një bum Plumi. Në materialet në televizion, çfarë s'kam bërë, domethënë nga këto programet që thua ti të tjera, dokumentar, film artistik, showman, kam bërë edhe kështu, drejtoja spektakle. Nëse ishte fillimi i televizionit. Por kjo me Plumin ndodhi, ishte një bum i vërtet, edhe si që vinin njerëzit që kontrollonin, nga komiteti qendror, edhe komisioni. Edhe i them atij që ishte në krye të këtij komisioni. Në rrasë nuk dele emri këtij, këtë vit nuk duhet dalin as emra tanë.
Mirë pa ajo sa do që t'jetë ai sistem, si që ti emrat, nuk mund të shkonde deri atje. Unë e gjojta penaltin bukur, dhe që t'ikën emrat tanë. Isha krye regjisori. Po jo, tha, e mirë. Mori nga një material nga këto të pëllumit, vajti e qfaqi atje në atën pasite, dhe më rret drejtori. Dali emri pëllumit. E fitove, të dali emri pëllumit. Drejtor kush ishte? Marashati. E qenë drejtore. Kam kaluar shumë drejtore, unë mërqë. Ishte drejtore. Në kuptimin që ishte zot i punës që kishte. Nga drejtorët këtë veçan, në veçantë? Absolutisht. Kam kaluar shumë, pa i dilte për zot. Kam pas rase unë, që ishte mirë, keq, kështu e kam menduar unë. Nuk u fshi ish këtyre. Unë kam vare që ty edhe sot të dhëmë televizioni, sepse doli kryeministri me një ide bizarre, edhe ti e ke lexuar, dhe ja bera mirë. E qëllova në lullet të ballet. Fjalia e parë. Ti më parë shkarkor që rinë të ndë se të shperë shumë pisë. Pastaj merru me televizion. Nuk ishte serioze. Të thotë kryeministri që kam nga 90 që nuk shikoj televizionin publik. Si ishte as pak serioze. Sigurisht unë do të pozicionohem edhe si civilet, si qytetar, po televizioni është jeta ime. Kam vajtur 24 vjeç atje, e kam ndërtuar, kam qenë speaker lajmesh unë, kur isha student. Speaker lajmesh me Vera Zhejn. Pastaj showmeni, pastaj regjizor po duke prodhuar gjithçka. S'kishte asnjë model, ishim vetëm ne, televizioni shqiptar që e ndërtuam. Dhe kur ndërton një gjë është si një pjesëtar i familjes. Kam mikur herët nga televizioni nga 2002, janë shumë vite. Po është pjesë e jetës, është aset kombëtar, televizioni shqiptar, është universiteti i dijes së shqiptarëve. Televizioni ka emancipuar gjithë, nuk po them për deklaratët e kosovarëve, por për shqiptarët në Shqipëri. Shkoj në kudo, në çdo kishim rubrika shumë serioze të edukimit, të kulturës, të teatrit, të filmit, të koncerteve, të varieteve. Vetëm se sot është e vërtetë që nuk ndiqet shumë. Jo, nuk ndiqet shumë, s'ndiqet fare, po përse? Ku është problemi? Sepse ti, kryeministri, paske nga 90 që zvete, pse e bojkotoni ju këtë dhe nuk e ndihmoni? Muç, ti e djali ditur, më thuaj që ka një vend në Evropë që mund të mos ketë televizion publik, siç u pretendua. Jo. Këtë punë e njoh mirë. Nuk hyn në Evropë, le të plotësosh tërë të hajdutët, të kriminalët, drejtsinë si shtet. Nuk të le Evropa pa televizion publik. Edhe këto vendet, kam eksperiencë edhe nga vendet me mbretëriun, televizioni publik. Ai mbron interesat, televizioni privat, është televizion komercial, ka interesat e tij, do të shtoj biznesin. Ai mbron kulturën e kombit. Televizioni publik. Gjej njeriu në aftë. Mos bëj emërime partijake. Të gjitha partitë vinë tërk luajnë me pasurinë e kombit, me pasurinë e popullit. Do ta mbroj televizionin publik, jam i bindur që është i mbrojtur, i ka mbrojtur Evropa, po unë kot në Grezarin kot. Jo, unë kam menduar që për të punë dhe unë mendoj që ai televizion nuk është se mjafton një njeri zot për ta vënë atje në krye dhe bëhet puna. Ai duhet futur në treg. Ai televizion një gazetar të mirë nuk e ble dot, sepse ka një treg sot gazetaria. Edhe gazetari ka një çmim. Ati ka rroga shteti, ti nuk e ble dot gazetari më të mirë. Kam qenë një herë shumë vite përpara tek një për ospitim disa kohë specializim televizioni i Vienës. Në atë kohë kemi shkuar, pak atje, po dilnim apo jo. Edhe më tha ai kryeinxhinieri, jeni me fat juve, tha, 81-shin. Përse i thashun? Se jeni të fundit, tha, i merrni të gatshme nga ne të tjerët. Ky modeli që thua ti se si betën, e ke modelin. Pse të vrasësh mendje të bëhesh original Shqipëria? Jo, më jo. Merr modelin këdo, nuk do francezin, merr italianin, do italianin, merr suedezin, merr danesin. Merr një model. Si i paguajnë ata, si organizojnë ata. Mos e vra mendjen, se po e vrave ti, në luc do ta lësh, siç e ke dhënë. E diti që këtu vjen njerëz këtu me këtë emëro atje, merr partia. Përse? Pse nuk e emëron partia në televizionin privat, po bën ai si do qefi? Jo, partia ndihmon, se di që u jep edhe pare këtyre të televizionit privat, ndonjëherë gjen mënyrën. Duhet koncept i madh social shoqëror
për të mbrojtur asete kombëtare. Televizioni është aset kombëtar. Televizioni publik shqiptar. Për para vitit 90, unë mbaj mend që shifja në televizionin shqiptar, shifja teatr, ditën e premte ka qenë duhet. Njërë në javë. Njërë në javë. Jam krenar, jam ndërthemelusit. Edhe me zi prisja, kur isha adoleshent, me zi prisja vitin e ri, për të ndjekur programin e vitit e ri, që ishte një nga gjërat, ngjarja e vitit në jetën time. Po atëre do këtë ndodhur me plumën. Atëherë. Në atë kohë, po. Pra, që ta ka përsejmë televizionit, të merremi me problemet të tjera, jo vetëm që nuk mbyllet, po i thërrisi mendjes, i jep një kontributin për televizionin publik. Ajo është shkolla kombëtare. Nuk janë fragmentet e partive, parcelat e bizneseve. Televizioni publik kombëtar. Gjo, ti the, ta lëm televizionet merren me probleme të tjera. Po. Dakor, do të them programin e moderoj unë. Jo, ju bëni si të thonë. Jo, ti ç'a shqetësimi ka sot në Vlan Shanaj? E do ta mamti? Nuk ka administrat. Jemi një shoqëri pa administrat. Administrat funksionale, jo kështu formale. Nuk ka administrat. Shqipëria nuk ka administrat. Shkoti të marrosh një punë në një X zyrë. S'di njeri që të thotë, ose do mendojnë, që janë sa Çuperlinka për shembull, për shqyrë unë zvete shumë, për e di nga shokët. Nuk ka administrat. Një shoqëri që s'ka administrat e ka problem të madh të zhvillohet. Korrupsioni në administrat, shtu ku perandorit e mëdhaja të Romës e perandorit otomane. Korrupsioni në administrat. Gjo, unë nuk e prisja të ma thojë, sepse le themin, në mandjen time me Vlan Shana e ka humbur tani kontaktin me administratën, sepse... Po është gjallë, është artist. Detyra e artistit është të vëzhgoj. Unë jam regjizor. Unë vëzhgoj, muç. Vëzhgoj, dëgjoj, nuk jetoj jashtë. Dhe jam krenar që vazhdoj, jetoj këtu. Mundësit i kam pasur, me fëmijët ose vetë shkoj të vegetoj diku në botë, jo. Dua të jem prezent, aktiv, shumë aktiv, në fenomenet sociale të njerëzve të mi. Unë në çdo pikë të Shqipërisë, nga jugu në veri, nuk ka mundësi që të mos kem ngrënë një drek, mos kem pirë një kafe, një raki. I njoh hallet e njerëzve dhe mundohem. Nuk jam politikan, por njeri social që mundohem të gjendem njerëzve të cilët e ndërtojnë jetën e tyre me vështirësi të jashtëzakonshme. Të me Vlan, po ndodhin që është diskutuar nga të gjithë. Gjeneratat e reja kanë mendje vetëm të ikin. Duan të ikin. Ndërkohë që këtu po vinë tani dhe punojnë nga Bangladeshi, punojnë të huaj, kur shkojnë, bëj pushimet e verës ande nga jugu, shoh filipinez, shoh... Ka vënd e pune, po shqiptarët duan të ikin sepse kërkojnë më mirë. Du ta shohim me shqetësim të gjë? Jo. Bota e civilizuar është globalizuar, nuk është problem. Për mua. Erdhi, i gjetë mundësi, se erdhi, do ikin, nuk ka mundësi. Edhe shqiptarët e shumë vajtën atje. Vajtën 800.000 shqiptarë në Greqi, nga Mali, nga Fusha, ka përgjën. Kaluan vite, kush rezistoi, kush evoloi, kush ndërtoi familje. Ja, janë në lëvizje normale. Edhe se më duket se ikën pjesa më e mirë, sepse ikën ndonjëherë doktor, ikën inxhinier. Ndoshta neve mund ta dramatizojmë pak më shumë se ç'duhet. Sepse erdhi vonë lëvizja e lirë tek shqiptarët. Mendoj se në gjithë botën kanë lëvizur, edhe lëvizjen. Do thuash ti nuk lëviz aq shumë parizjeni që të shkojë dhe të bëhet punëtor në Amerikë. Pa është parizjen. Ne jemi një shoqëri me mendësi të prapëmbetura, kulturore, feudale, ekonomike, jemi shoqëri akoma e paformatuar. Ne erdhëm i dashur të gjohëm. Kush e ndërtoi administratën tek ne 500 vjet otomanët? Po kë solli këtu ai perandoria osmane? Solli njeriu më të papërkrahur që kishte në nomenklaturën e vet. Nuk solli një njeri të Zotit. Ai që është i Zotit nuk largohet nga qendra. Po largohet ai që s'ka mik, ai që është i korruptuar, ai që është dallaverëxhi dhe kjo mendsi erdhi dhe ndërtoi Shqipërinë. Prandaj vuajmë me kaq gjatë, sepse nuk u përfundua feudalizmi, u shartua me komunizmin i cili nuk përfundoi dhe u abuzua. Kështu që sot jemi në një post feudo-komunizëm që më shumë është një shoqëri hibride se sa një parim i vërtet demokratik.
Demokracinë ndërton njeriu me personalitet. Ku e gjeti shqiptari personalitet? Ai ishte i nënshtruar, atje në kooperativë, i nënshtruar aty në uzinë, i nënshtruar. E vërtet është i nënshtruar. Pse? Nga që nuk vendoset dot personalitetin e dijeve të tija, kulturën e tija që të imponohesh, po thosh të dalë prit kam hall ekonomik. Cili komb nuk ka hall ekonomike? Cila shoqëri nuk ka? Sipas meje, afërsisht 80% e shoqërisë njerëzore është e varfër. Nuk janë vetëm shqiptarët kështu. Për shqiptarët nuk arritën të ndërtojnë, nuk i mbroj shqiptarët me këta që po them, nuk po i fyej, ja, se mos s'ke kuptohem, por nuk arritën në kushtet ekonomike, sociale, politike të shpalosin atë që kanë. Ne jemi se shoqëri tepër e avancuar në ndjeshmëri, në tradita, në zakone, jemi unikal. Njerëz të mirë, njerëz të gjendur, njerëz të gjendur. Shqipëria sot pothuajse është Tirana, sepse të gjithë kanë mendë vinë Tirana dhe kanë ardhur shumë. Ne të dy jemi të ardhur në Tiranë, janë të ardhur i vogël. Pjesa më madhe e banorëve të Tiranës sot janë të ardhur. Dhe unë mendoj shpesh herë për të gjë, me këto të ardhurit, ç'a i bëjnë Tiranës? I bëjnë mirë, i bëjnë keq, e shëmtojnë, e zbukurojnë? I kanë bërë shkëlqyeshëm, i kanë bërë shumë mirë. Të ardhurit mas luftës së dytë botërore, dhe kjo është e vërtet le të polemizojnë me mua ata rrugës, se unë i kam miq të këta Tiranës që thoti. Edhe bëj edhe humor, erdhët ju lebrit apo erdhëm neve që u zhvilluat juve, se kishit mendje kënë ndaja. Kjo është e vërteta. Lere ato figurat që kanë bërë emër në të histori ose kështu në kohën e mbretit. Në përgjithësi shoqëria që e përpambetur. Shoqërinë Allaneshje. Kjo është e vërteta. Lere nostalgjinë se çfarë thonë, kisha kështu, kisha çfarë kishe, ishte një bujk. Tirana i mbajsh nga bujq. Ardhja pas luftës së dytë e njerëzit sollën mendësi të ndryshme, po sollën dhe zhvillim tjetër. Nuk mund të mohohet zhvillimi i Korçarit, i Shkodranit. Nuk mohohet. Është vërtet në traditë. Ti përmendë qendrën, qendra është e rëndësishme, kur po vizë për Perandorinë Otomane. Dhe Tirana është qendër. Nuk e di si qendër, si ofertë kulturore, Tirana ka qenë më mirë në kohën kur ti ke qenë në kulmin tënd apo është sot? Po sot s'ka, tash mos bëj pyetje provokative me mua. Po folur si mik. Mos më bëj pyetje kështu, sikur më bën një gazetar e re që s'më njeh kush jam. Sot çfarë ke ti? Çfarë ke? Nuk ke. Nuk ke në koncept, nuk ke në praktik. Para disa ditësh shfaqja një dokumentar jo të mirë të shkëlqyer për Nikola Zoraqin dhe e quaj skenarin Natasha dhe e quajnë Nikola i zemrës së Tiranës, se ma kujtove ti tani. I zemrës së Tiranës. Nikola ka vdekur në 91-shin. Ka me Nikola Zoraqi sot? Çfarë do tjetër ti? Ka me sot Viktor Gjika, Dimitra Anagnosi? Ka? Ku janë? Përse me pëte? Ka Ismail Kadare? Ka Drit Rogolli? Të flasim gjërat si që janë. U morën, u transformuan, e morën atë kino studio sikur u kishte bërë në një jetë të mërshme, e shkatëruan, një herë ashtu, një herë ashtu, e shkatëruan. Nuk duam që ta bëjnë filmin. Tash i kanë nxjerrë dhe teorirat të çuditshme që imazhi mund të bëhet edhe kështu, mjafton imazh. Jo re imazh, është filmi. Filmi është kulturë e një kombi, është historia, është tradita. Tek filmi buloset se kush është. Pse i duan ata kalamajt në Amerikë, filmat shqiptar sot? Se kanë lidhje ata me filozofin, me politikën që bënte filmin atë kohë. Kanë lidhje me historinë tënde, të gjyshit tim, të familjes time. Atë duan të mësojnë. Filmi këta e bën. E ndjekin shumë, pak, unë e ndjekin shumë. Po ndjekin, se mësojnë jetën, por çdo kush për vendin e tij, për vend lindjen, mbetet i përjetshëm, i dashuruar. Nuk e traston dot. Si do ti ti nuk e lidh me ndonjë nostalgji, le themi, të çortueshme për komunizmin. Fakti e shohim filmat. Po s'ka lidhje. Jo, që çortueshme. Ai nga filmi u bë njeri, mos e zdinte, ishte i paditur. Nga filmi mësoj kush ishte ti, kush ishte jeta, çfarë bënte Shqipëria. Nuk merret në film politika për bazë. Merret tradita, merret historia, merret karakteret e pafundme të Kadri Roshit, të Sandor Prosit. Jetohet me tjetër mendësi në shoqëri. Jo me politikë. Politika i kurdis këto dhe i fragmentizon, i qonë, këta ballistë, këta kështu komunistë, këta zokistë. Po merret populli me këto. Populli shikon të terrën. Populli shikon të terrën dhe e terra është jam shqiptar. Kjo është e rëndësishme.
Gjo, këtë dokumentarin për Nikola Zora që njerëzit ku mund të shohin? Apo nuk e shohin dot? Ti çfarë do, nga që s'ka pra administracija më pyete. Këta producentët duan të nxjerrin një minimumin e shpenzimeve për dokumentarin. Asnjë televizion nuk e ble. Të gjithë e duan falas. Ai kërkon para dhe mbetet i papar. Për këta që janë sot, unë dokumentarët e mi kam shfaqur në televizion. Se unë kam një mendësi tjetër, po deshe epe, po deshe mos e epe. Unë them, unë e kam bërë filmin që ta shikojnë njerëzit të s'bëj merak për para. Unë si me vlan. Dhe nuk kam pak, mund të kem rreth 17-18 dokumentar. Të gjithë janë të shfaqur dhe të gjithë janë në YouTube. Ato që bëj unë. Është një gjini që e dua, dokumentari është dokument, nuk është gënjeshtër, nuk është mashtrim, nuk është zbukurim, nuk është ilustrim. Në filmin artistik i bëjmë në këto truke. E diti, do më thënë flasit bukur mirë, në dokumentarin, ja. Dokumentarët ja ke kushtuar të gjithë individëve të spikatur, apo edhe fenomeneve dhe? Kryesisht janë figurat të spikatura, po të pe një rreshtim që nga Lefta Tashka, Maria Kraja, Lasgush Poradeci, Kadri Roshi, Rikard Ljarja, Xhanfize Keko, Vanjush Furgji, do më thënë figurat të spikatura që tani Nikola Zoraqi. Kam edhe kështu për Kongresin e Manastirit, kam për fenomenet tjera sociale, kam bërë për një njeri që ishte i sakrificës, një doktor Achille Bote. Ka fenomenet, përgjithsisht, fenomenet që më kanë provokuar. Edhe ti punon vetëm me një skenarist? Po. Ke emrin Natasha Lako. Jam komod, e kam. Pastaj është edhe më mirë. Përshëndesim, ha? Dhe është edhe më mirë se zirem kollaj, me atë se me të tjere do kontraktohesh. Me atë ziresh kollaj. Lexova para pak ditë lexova. Ajo ndoshta ishte e hershme, por unë lexova tani vonë. Që ti tregoj historinë se si e njohëm Natasha Lakon dhe ti pas këshe qenë i veshur ushtar. Beja zbori. Me zbori. Ishim në konvikt. Natasha me shoqet atë unë, se që thashe, unë me ndu pengua me të rësua. Kështu ka qenë fillimi. Ko studentore. Dhe që, përmande se një nga njerëzit e rëndësishmi që ka ikur së fundmi, sidomos për ata që ka qenë të dashuar me Keneman, është Dimitra Anagnosti. Duket se ka një konsensus. Në Shqipëri nuk para ka konsensus për gjërat, dhe që të bjen dakord gjithë njerëzit për një gjë, sepse kanë opinione ndryshme. Po ka disa njerëz për cilët ka konsensus, dhe një nga ata është Dimitra Anagnosti. E quajnë të gjithë të rëndësishëm, të madh. Po, ka lënë gjurë. Është figurë e imponueshme në ekranin shqiptar. Çka ke bërë me ato ti? Apo jo, kam bërë. Malet me Blerim Buluar. Isha filmi dytë mund tjetë. Malet, ai djali, është një djali... Me Lilo Laben? Lilo Laben, ai djali Safai Merit, ai që më fut Kadriu Shpullën. Sa vjeç ke qenë? 25, besoj. E kam treguar dikun tjetër, po tash jam me mushtrarën, po e them. Unë kisha filluar emërimin në regjizurë dhe në një qast në studio, duke xhiruar, më thot mjeshtri i zërit, Grio Zerin se ju të rinë të mërmërisë në tekstin, se ishe moda që ne të rinë të po sillim kineman, jo teatrin. Që kemi si e, po ne, si kalon, do më thënë e folura e vërtet. Po i donë të ta mërë të Zerin mirë, kështu. Sigurisht, si i ri, që ishe e kondërshtova unë. Po kësha bërura, dhe i tetin bronzë, e kjo e vetë si artisën. Dhe i thash, jo, kjo punë bëhet shu, si që thashu, si që themonë. Po jo thej, si që mbehen fjalët. Anagnosti ishte ullur si që ti këtu. Nuk foli as një fjalë. As mua që këtë drejt, as ati. Na pa që s'po ecë dialogu, pushim, tha. Përmbajtja e Anagnostit ka qenë për mua një leksion. Pushim. Pa pushimit, mbas pushimit, u morën veshat, u gjërua. Por fillimisht një djalë i ardhur nga provinca, nga Mallakastra, edhe e sheh veten në mes, e themi të kremit të kinematografisë, Kadri Roshi, e të gjithë me radhë. Kadri Roshi, Sandro Prosi, Piromani, Andi Raidhi, Mihal Stefa, i kam thënë këto të gjitha, kam bërë një libër për
të fshetej jashtë ekranit. Edhe i tregoj të gjithë këta që përmendëm. Banjur Shurgjiu, Bezhet Nilku. Në setin e parë, takimin e parë, nga student, isha ende student. Është edhe rastësi, është edhe fat. Nuk jam kështu i besnive, por e përdor populli këtë shprehje fat, hajtë po e themi. Ishte rastësi. Por që sigurisht dhuratë nga Viktor Gjika, që ishte regjizori im i parë, po edhe unë e çrëzova. Nuk isha të fluturoja. E çrëzova këtë mundësi që mu dhanë. Krijova relacione shumë të mira me këta korifej të artit shqiptar. Unë jam shumë i kënaqur që të pata këtu janë biseda të shkurtra, me thënë drejtën, e të ishe përgatitur ndoshta për një bisedë edhe më të gjatë dhe më impenjative. Jo, kënaqësi që së morëm me gjëra të mëdha, por folëm për gjërat konkrete. Okej, biseda me ty është biseda veçantë edhe për faktin sepse e ti, edhe për faktin sepse ti nuk para ke qime si ishte e shpreja, i thua gjërat. Në gjuhë nuk kam. Nuk ke në gjuhë. Ja. Që nuk ke filtr. Përgjithsisht njerëzit kur janë përpara kamerës, kanë shkrupje dhe kanë thënë, prit, ta themi gjëra ndryshme për publikun edhe gjëra ndryshme kur jemi në jetën private. E ti pse ndodh kjo? Pse u mungon personaliteti. Duan të shtirë. Unë ka vite që e kam kapërcyer këtë. Unë them, unë jam Mevlani. Mendo për mua si të duash, thuaj çfarë të duash, unë ky jam. Unë ditë punoj në këtë mënyrë dhe ditë të kem këto relacione me ty o njeri që më dëgjon. Unë kam guxim të shikoj në sy. Nuk kam të fsheta. Pse të fshihem unë? As karrierë, as intrigë, as të tjera që janë të modës sot. Unë kam vetëm punën. Respektoj punën. Mevlan Shanaj, shumë faleminderit. Faleminderit. Me njerë pas publicitetit do të kemi një të ftuar tjetër.